Koalicion, pra nuk është folur, për koalicion nuk është folur. Zonja Deliu, a ka mundur të flitet për shkuarjen eventuale në zgjedhje dypalëshe, nëse i referohem konfirmimit shembull të zonjës Osmanit që e ka dekretuar 12 tetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve. A mund të jetë kjo? Jo, nuk e besoj, nuk mund të jetë kjo, sepse ju e dini që ka pasur një takim tjetër ku zonja Osmani është takuar me përfaqësues të partive politike për të dakorduar lidhur me datën e mundshme të zgjedhjeve lokale, të cilat pritet të mbahen në vjesht. Pra, takimi i sotëm ka pasur konkretisht të bëjë me bashkëpunimin ndërkomunal, sepse ju e keni pa që edhe vetë përfaqësuesit janë përfaqësues lokal, nuk lidhet asgjë dhe s'ka asgjë të bëjë me zhvillimet politike në vend. Për më tepër, ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës, edhe vetë zoti Hamza, kanë qenë të hapur që të zhvillojnë takime me gjithë akterët politik në Republikën e Kosovës, aq më tepër që edhe fushata e fundit e jona ka qenë fushat depolarizuese. Zoti Hamza nuk njihet për diskursin e tij polarizues, ai ka pritur në komunën e tij, në shtëpinë e tij, kryeministrin në largim Albin Kurti për të diskutuar çështje të cilat lidhen konkretisht me nivelin lokal, por asgjë lidhur me zhvillimet aktuale në krizën e cilën e ka përshkuar Kosovën tash e 4 muaj. Okej, pra as për zgjedhje, as për koalicion, a ka diçka që ndërlidhet me një plan, me një ide për caktimin e vijave kufitare ose vijave administrative, si quhet kjo tamam, për çështjen e Mitrovicës, bashkimi Mitrovicës, shumë çka po spekulohet zonja Deliu gjatë kësaj dite? Kushtrem, kryeministri në largim ka pasur mundësinë që për 4 vite të mandatit të tij të zhvilloj takime me kryetarët e komunave të Republikës së Kosovës, po e them as po du të bë më dyshë ose të flas diçka se për çfarë është diskutuar, sa do të besoj që do të informoheni në detaje nga zoti Hamza ditët në vazhdim për mbarvajtjen e takimit sotëm dhe cilat kanë qenë pikat që janë diskutuar. Ai do të jetë shpejt para jush për të dhënë detajet lidhur me zhvillimet cilat kanë ndodhur sot, por po e them është për keqardhje që për një mandat të tërë kryeministri në largim nuk ka pasur takim me kryetar të komunave të Kosovës për të diskutuar për sfidat që i kanë komunat, për më keq ju e dini që dëmtimet që kanë mësuar shtetërorët e një pjesë të madhe të komunave në buxhet janë reflektuar edhe në zhvillimet lokale, pra kanë pasur dëmtim ose më mirë të them ndarje më të ulë buxhetore ato komuna të cilat nuk janë qeverisur ose më mirë të them nuk janë udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje. Sidoqoftë, për detaje tjera ju do të informoheni nga kandidati ose më mirë të them kryetari i komunës së Mitrovicës, zoti Vedri Hamza. Okej, kam 2 komente këtu në studio, të jap fjalën zotit Halil Matoshi, fillimisht në një komunikim direkt me zonën Blerta Deliu. Urdhëro zoti Matoshi. Përshëndetje, Masfari. Përshëndetje. A mundesh me na thonë pse nuk u takuam përpara me Romen ta zonë për çështjen e funksionimit pushtetit lokal, po me Vedri Hamzën? Zoti Matoshi nuk di nëse unë mund të jap një përgjigje të tillë, sepse unë besoj që pyetjen duhet ta parashtroni tek Albin Kurti. Unë e di që çështja është lidhur me zhvillimet brenda komunës së Mitrovicës, por po e them me që nuk kam qenë pjesë e takimit, e di që diskutime nuk ka pas për zhvillimet aktuale në Republikën e Kosovës, por janë detaje të cilat do t'i ofroj zoti Hamza dhe që lidhen specifikisht me zhvillimet brenda komunës së Mitrovicës, si raportet ndërkomunale të kryetarëve të komunave. Ndoshta që zoti Përvalim Rama nuk është kryetari i komunës së Mitrovicës, prandaj. Ja, ku është kjo? Se Mitrovica ka specifikën e veçantë komunikimit veri jug, edhe kjo s'ka diskutim, apo jo, zoti Matoshi? Unë mendoj që kohëve të fundit më interesante në Prishtinë. Po, është më interesante kuptimi që është Prishtina ka peshën e vet, por simbolikën edhe peshën tjetër e ka Mitrovica. Blerim Gashi, urdhëro. Zonja Qitaku në cilat informacione... Zonja Deliu. Deliu më falë, Qitaku, gabova. A ja falë, zonja Deliu, ja falë këtë gabim. Hajtë si se ku gabu partin. S'ka shku largë, as s'ka shku Mendoj... Si zoti Shala. A konsideroni, sepse ju jeni përfaqësues e Partisë Demokratike, a mendoni që takimet e këtilla
edhe me zotin Hamza, i cili qëllon të jetë në PDK,